Na kismet nesër kena me udhëtu për Kosovë. Se pasi atje jem nusa ne këne diqysh nuk po penuj. Nuk e di vlla shka më vyn mu paret në dorë. Isha së më ko për moja. Do sa në pali dhe i kom bleu zota më shumë litra se produkte. Kosova ish basin me kon Hollywood. Pak ma shumë se 25 euro dyat. Arsyeja ma madhe pse i ble krejt sendet këto është që kur shkojna në Kosovë seriozisht krejt sendet këto shka i blejna që janë lirë, atje i blejnë për 10 herë çmimin më të lartë. Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it, mirë se vini dhe me një video këto te une. Se që e keni pa emrin e këtij videot, e keni të qartë që na jena të shku në Kosovë, ma mirë me një që këtë video veç keni me pa masi që na jena veç në Kosovë. Mirë se vini me një haul për Kosovë. E kalune ja kum bë këtë video dhe ju ka pëlqyer ekstrem shumë, vetëm që herën e kalune kum ble shumë tesha, cilët për fat keq i kom vesh vetëm qatë herë në Kosovë dhe këtë mon nuk kom pas rast me i ble. Kështu që kësi herë jem fokusu në sandet tjera me i ble që i përdori zakonisht që janë pak ma të rëndësishme. Me kanë 2 pjesë të këti haulit, sepse nesër halo nuk e kum përfundu shoppingin, ama fillimisht kum dosht me i nda me i ble ato gjana që janë seriozisht që ki pa tjetër me i ble, për me i marrë me vete. E nesër ka me dalë vetëm për qef, më shku me i ble për qef, dhe më thonë tesha. Njëherë vendosa mës me ble heq, kur farë tesha të reja, se pasi atje jem nusa ne këne diqysh nuk po penuj. Besom në nuk jam të ditë se ku me shku mua prej teshave që i kam dalla prej herës kalune kur kum shku në Kosovë. Anyway, është të foli shumë, po t'ja nisi me ja u kallëzu senet që i kom ble për Kosovë. Fillimisht po ja u kallëzoj gjanat që më duket t'i kujtohen që i ka pas dhurata alga për Bajram. Që to vetëm shpejt po i kalojna dhe po ja i hekim letrat për me ishtimi lo. To janë krejt dhuratat për Bajram, si që thash. Tani kurdelen edhe këta e keni pa. Nëse kurdele nuk e shtim me la, edhe këtë fustan të bukur, nuk e di ku muj me ja gjetë, ku me shku për me avesh këtë fustan se te për cute. Të më thënë shorcet me qërshia, ja keni pa, majicën me qërshia, këto pikalojna shpejt se ma mirë me një që i keni pa për Bajram, shorcet e kuqe, majica e kuqe me qërshia, në këto që ja ka ble baba jem, kam ishti krejta me i la, tani edhe këto nga babi. Dhe këtë qantë o zot, ma shumë unë e më gëzu për që qantë se alga ma mërmenja. Kush ja ka ble tek ja ka ble, mundeni me pa në vlogin e Bajramit, edhe këto qërshijat ja hikimi letrat. Këtinve, seneve këto, se qëto të algës i ndova ma mërmenja. Qëto aksesor pilaj mos t'i shtin në maqinë rasisht. Ta shpjanisemi prej kësaj qante këto. Fillimisht me ja u qelë syt. Numër 1 janë qëto. Nuk ja u kisha kallëzu, ama seriozisht, ama dashta me pyet ku i bleni jo që ju dalin kualitet që janë të mira edhe pa këta normal. Unë e kom ble qëto në Vajkikin, nuk e di çfarë janë. Inshallah më nimojnë, sidomos tash për verë që më vinë që se shumë se i kam gati pothuaj se krejt fustanat në këtë fore. Tani e kom ble një majicë random, vetëm hajt, në Vajkiki për vete. Ka kushtu vetëm 5 euro, wow, pas në arrull, sa pas ka kushtu. Edhe këto për indoj se kam i la. Tani e kena një case, mask për telefon për albanushin. Lem të sanet ma të zot, pas në arru krejt. Ja kom ble algës që të papuqa, ama veç e keni pa nga Temu haul, që ja kom ble edhe të bardha vetëm Crocs. Edhe mendoj që pas na mjafto shumë papuqe për Kosovë për algën, mos me pas nevoj tani atje me i ble. Po, dhe harrova me thonë që arsyeja ma madhe pse i ble krejt sendet këto është që kur shkojna në Kosovë seriozisht krejt sendet këto shka i blejna që janë lirë, atje i blejnë për 10 herë çmimin më të lartë, e unë nuk e kam plan seriozisht me mi dhanë këto pare për palidhe, kurse këto veç më mi gjetë edhe më të lira. Kosova ish basin me kon Hollywood. Tani e kena këtu një qantë të zezë thjesht që mu më vynë për rrugë për Kosovë.
E kom ble këta New Yorker edhe ma merr mendje që i gjoj unë kësaj na punë. Mrena e kish kështu si një neseser, pesheni, edhe ish për me ngjit, shme ngjit, jo me ngjit, po shme thonë. Merr një vesh për me kop këtu mrena. Me nejta masi po më ikum edhe me hik, it's not a big deal. Edhe në fakt, ma mirë në është kuletin me shti mrena e shka po di. Edhe më pëlqej shumë fora e kësaj çantës, tash nuk e di shpëdo këtë se në kese u kanë që një javë. E kena që një majtë pa lidhje nga New Yorker, unë e ko marrë vetëm që u kanë zbritje, by the way, u kanë 3 euro e gjys. Ku ka me vesh, pse ka me vesh, i tenë se kam. Ndeti më nashtë jo që jo. Nuk e di. Vetëm për qes me lo. Jena të çantat, për pak e shtu arru. E kom ble, edhe një çantë për plazhi. Tada! Çdo vit i ble qëto çantat, se nuk janë seriozisht kvalitet. Edhe nuk e kom gjetë hala asnjë që është kvalitet, edhe mas çdo herë kur shkoj ndeti me një çantë, unë e vi me çantë këtë shkatrume. Kështu që e kom ble në sinë se nuk e di sa pa çmimin, a më duket që shumë lirë. Kom ble edhe që të kesën e vogël, masi nuk kam ndaj farë çante për algën, për me ashti lojnat me i marrë me veti. Tani në sinë se kom ble kështu një parë shorce nude, për fustanat që janë pak dukshëm, për mos me kallëzu shka zduhet. I kom ble qëto pallomat, na me i përdor qëto deri kur nisemi për Kosovë, edhe tani kam plan me lanë kërë, se ma merr mendje që na vynë për rrugë. Gjithashtu i kom ble edhe pallomat për me i hek shminkat, se tani mi marr ato pallomat e vogla, me marr edhe plusat ujnë, po bëhen shumë, kështu që ma mirë vetëm pallomat, ashtu kështu në fund e lajmë me atë ftyrën e lajmë. E kom ble edhe Cicaplast kremen, se shumë nuk ka prish ftyrën, nuk e di arsyen, edhe bleva një wash gel për ftyrë. Pse e mura baleja, nuk e di nështë vetëm që ke aloe vera, vetëm për këtë arsyen. Tash, inshallah s'ma prish ftyrën hala ma shumë. Më duket që qëta ma kanë dhënë për si dhuratash, kado. E marrë me veti, a jep naj kujna atje. Këto janë vetëm të mbrëndshme. Ato që seriozisht vynë në ngjyrat, vetëm për i heki etiketat për mujt me i lo. Masi unë e kam shumë kësi to pa bilona, qëto s'kam qarë pa e o kallëzu, se interesant se unë e për shembull kisha pas që dikush më mi pas kallëzu me ditë ku kam i ble. Tara New Yorker i kom ble vetëm më pëlqej që kja qëto që është e shtërngushme. Ka edhe me bilona edhe me a hek bilonat edhe kën 8 euro. Dhe më thonë, ma merr menja si qëto shumë kam i përdor. Ma merr menja besa që edhe njësër kam i ble edhe një parë. Vazhdojmë, unë e shpejt jam të gjeru sepse nuk kam ko edhe kam shumë punë edhe po, mos t'i marr ko edhe juve. E keni vërejt në ashtë që në këtë hollin ma shumë jam fokusu në të mrendshmet me i ble. Kështu që për albanushin një tub qërapa, 10 copa më do këtë janë. Të mrendshmet zakonisht krejta i ble në Waikiki, se janë bash krejt pamuk, vetëm pak 96% janë pamuk, 4% janë elastin, a shka është po, 4% janë elastin edhe ekstrem të mira janë, dhe më thonë, prej se jam të i përdor nga Waikiki, rahat jam. E kina dhe një kese nga GM, ka shumë sene, amo vetëm shpejt për shkujnë më stupim shumë ku. Një që nëherë më ka ndodhë që kur e më nisë për Kosovë, kom harru që i të kënë për dhome dhe kaladontin tem, kështu që kësi heri kom ble krejta të reja, mos me më mend kur dollë prej shpije shka me marë për para, këto i kam të reja dhe atje i hopim. Një kaladont për algushin, një parfum, edhe herë në kalun e komple këtë parfum për banjo, ama na e kina 2-3 banjo, kështu që gjithmonë për na vynë, edhe një parfum vjen mrena, edhe kjo aparati, edhe një e di që është edhe një mrena. Gillette që i kom qenë,
Edhe masi që pëmdhimët parfimit që motra ma ka ble original për ditëlindje, e kom ble prap Bruno Banani, nashtë i kujtojt që video para se jom nisë për Kosovë, kur ja kom bo këtë hol edhe ja kom kallëzu se shka kom ble edhe bashkë kjo jere u kon edhe seriozisht i ra verë i vjen në shumë i kamarak si parfima. Tani qëtoj kom ble për Albanushin, një deodorant për Albanushin që tujmë do këtë ja pas në ble algës, unë pas kam mit që to. Tani e kom ble një krem thjesht për dur, atë jam e pas. Qëta alga, se me algën një më konë shopping, qëta alga kër ka po në te orka, veç ma ka po pema, edhe une nuk kom pas qare pa ja ble algushit. Normal që une kam e përdor në front për nese. E kom ble një concealer për veti, se seriozisht nuk kam, edhe një shkum për rruje, depilim, gjithashtu edhe një shkum për Dyson, hajde dhe për flok, për mu fenirat. E bleva një gel tush për vetit madh, se atje edhe është edhe pika virs, është kur qkojmë edhe ma mirë meni që shumë herë kam e mbra mulla në ditë. Edhe një parfum. Një shampon për Albanushin. Tani e bleva një uj për veti që ta bashkë e kanë livdu që është ekstremi fort, edhe bleva të vogël për mos me më zonë shumë vend, edhe vazelinin e kam nalt, ama është pako e madhe, kështu që e mora një të vogël, edhe një bronzer për veti, se ata që e kam është kogja i madh, qështo, edhe tani është kogja i madh, edhe tani shumë vend po më zen, edhe në fakt është një farë ngjyre si ngjyrë hiri, që nuk po më konvenon, kështu që e kom ble edhe qëta. Ka që ke për sot, shijemi nesër. The next day. Njerëz, pjesa e dytë e hollit, edhe nuk e di sa pjesë kam e pas, ama nuk është punë e me gjithë shka për veti. Kom ble shumë pak tesha, kam fjallën. Ndo këtë kjo është aja që nuk kam nevoj me ble, se kam jafto shumë. Edhe t'ju kalzoj gjitha shka i kom ble, në fakt, ka gjithë shka do më thonë. Copa teshës por është, është kjo, është si korset. Në Zara e kom ble, do më thonë kyshtos. Edhe bashk i ka edhe pantalonat. Kretë kompletin konë 50 € më do këtë në Zara. Edhe qa kom ble alon në Zara për iki, qështu se ashtu kështu du të mi leo. Edhe së në doroj erën teshave të reja. Kompleti i dytë është kjo, këta bleva ma shumë për rrugë, se nuk është që kam shumë, kam si të njerë ka në përshpit që i baj që i kom bo katastrofë, edhe këtu i kom ble në Zara, këtu i në konë pak ma lirë, kjo 13, pak ma shumë se 25 € dyat, pak jena ble në pak, një par, patika, motrës Albanushit, Adidas. Taram, gjdo herë na i blejna patika, kështu që kësi herë i kina marrë, tash, hera parë më do këtë është jam t'ja blej këto, edhe, ose ja blej në Kosovë, ose kudo, edhe ti për shumë kanë pëlqy, bili, nashtë të mendoj edhe për veti me i marrë, që se gjdo herë kur këshyri patika, gjdo herë i këshyri me ngjyrë të kuqe, edhe kur nuk i blej. Për ditëlindje kur më pat pyet vllai çfarë patika përdon, i pata gjetë do Tommy Hilfiger, të kuqe o zot sa të mira, edhe nuk ishin pas numër. I kom bledha një par papuqe për vetje për rrugë edhe për obor atje me pas. I keni pa ato shortset nude që i kam i bleva edhe të zeza, për çdo rast për fustana të zi, për shembull nëse kjo është e bagati TV-n për me në shumë muzik, po harrova që kam e gjiru më shumë letra se produkte. Bleva që të lojnë për algushin, shumë i kamera këtu si balona, ama më do këtë i pas në baterijet te për dopta dhe nuk përqet uj, kështu që do të me andru baterijet. Do sa në pali dhe i kom ble o zota mën. I kom ble që qështu si kese, sepse në kësi loj kese e kini pa dhe të mrandshmet që i kom shtim në për veti. E qështu dyja i kom ble për algushin, kënë është 50 cent, edhe thash të mrandshmet edhe bikinit janë doj veç. E kom ble qëtë body glow, veç atë era. Era i vjen ekstrem e mirë edhe ti për, nuk e di Jakob, kamera s'ma mërmenja. Tepër ka xixa,
Tani, o zot. Nuk e di, vlla, shka më vynë mu paret në dorë. Që qëto i kom ble, po ma qënë mallin si ato thast kur të bleni kumpira. Vetëm pak ngjyra ma ndryshe. Kur të vjetrohen në fakt ata thast. Nuk janë stili jem, ama kur të shkoj në Kosovë kam plan ose marr kur far patika se pse shka kanë me mbyt. Pika verso. Kam plan kur t'i vozit i kerrit me qëto, se unë gjdo tonë verën jam e papuqe, qëto ma mërmena që nuk ma zojnë frymën, në kom edhe janë sigurta për me vozit. Zgudzoj as me ja kalzu Elban se horën bon. I bleva që qëto për në Kosovë me i marrë atje. Njëherë veç ja pata qiqe qëta në Instagram, për me la ftyrën, këqërni mrena, qysh është, i ka ato copat bashkë bre mirë, ja u pasrën ftyrën, dhe më thanë, filem. E shishe për ujë se këtë temën dyshka dhe u shakardhav, edhe ngjyra s'pëm pëlqen, edhe u vjetru u shakardhav. Kja më do pak ma taze, pak shto ma e ngusht, ama pak ma sa litra pinzen. Nuk e di. 3 litra, a? Jo, 1 litër kuku, zot. I bleva edhe një park si për vete, se që ato nuk janë e sigurta kanë me mjaftu. Nese qëto i bleva këto, ama nëse mjesi një marrë me vete, gjithë qysh. Kam plan me amaru Lotus Cheesecake, i kom ble produktet këto. Edhe qëta e bleva, nuk e di në shte alga e hanë. Po edhe feri palomat për atje. Nuk kom dash me i bleja, më mas i kom provu një artë e nona, thash hajt i ble edhe, nëse atje në vëm të eme sa pluni bëhat, thu se nuk e di. Ma mirë me një që kam e pas halo pjesë. The next day. Hello, pjesa e fundit e këtij hollit edhe janë shumë sene tinta, shumë sene të vogla. Na kismet nesër kena me udhëtu për Kosovë, edhe problemi është që më ka zonë vikendi, edhe tek dje kena kuptu që kena me shku të hanën, edhe qaja pak nga prish planet edhe nuk më arrit këtë cent me i ble. Ama 80% centve i kom ble, kështu që jena okej. Fillimisht i kom ble 2 Nescafe për veti, se thjesht Nescafe në Kosovë mu bili personalisht nuk kom do këtë njëjtë, kështu që çdo herë i marrë qëto ka 2-3 paqita me veti. Tani e kom marrë një kolet thjesht për veti, ma thjesht ma në botë, ku përmishti pasoshat, pasaportat aty. Nese një qipsja, një smokja kom ble algës nëse për rrugë me pas. Na u ka hargju kaladonte që e kena në shpe, se na kena pasë në fakt para një ove me shku në Kosovë, po nese. Edhe ta është na u ka hargju edhe kena marrë këta që veç e pata paketu, kështu që mos silna shumë qa ditë kur të nisemi, po thjesht e bleva një të ri. Sen një radhës që ma ka ble motra, e tash seriozisht, kur të pënoj njerës pa kryje, do më thonë, qëta motra ka doshtë ma ka bo dhurat, a më tek ta shpesho që nuk është për telefonin tem. Edhe është vikend, se pasha një zot, qëto e urrej seriozisht, ama e urrej prej shpirtit, kur dikush pënën pa kryje vlla, edhe ja pa ta kallëzu qfar telefoni kam, do më thonë, no comment. Nese kam e shku, do më thonë, pas na me të panë dëgju se nuk e di se që shka mi editu videot në Kosovë. Një par pijame, algushit seksi verore me shortë se nuk ka, do më thani po të bli ma thjesht atash, kam shka me ba. Edhe ma të parët që në fakt që i kom gjetë. Gjdo herë, do më thani para se që kom në Kosovë, gjdo herë pa ndodh diçka e papritur nuk ekziston, do më thonë që ashtu e kena të shkrutne edhe bash. Nashtë nuk më kish bo qatë shumë nervoz, ama masi që jam e kufizume me ko, edhe është në pyetje puna jeme që do më thonë nuk mojnë deri në banjë më shku pa e kry qatë puna, po kuptoni bash u bona nervoz, bash qiti prej toktit.
Po nejse, as hera para as e fundit, normal. Nashti për dikon është seriozisht reagimi jem i teprun, ama seriozisht para mendoni jo nëse punoni me një zyre me shku në punë pa laptop. Po kuptoni, ose unë me shku për shembull, tash si për shembull që kam shku në Kosovë, për shembull, me shku pa kamera. Anyways, shpresoj që ka pëlqyer kjo holli, edhe që pak më bëni nervoz në fund. Po nejse, nash jemi shumë shpejt me një video tjetër, kështu që bye bye.